Grupit për studime juridike politike dhe Institutit GAP, qeveria e re me 3 zëvendës kryeministra, 21 ministra, mbi 50 zëvendës ministra, 170 këshilltar politik e 10 në punës të kabineteve dhe shofer u duket e paarsyeshme dhe jo e nevojshme. Këto dy organizata të shoqërisë civile prezantuan të martën 11 rekomandime për qeverinë Mustafa. Fisnik Korenica nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike tha se këto rekomandime po bëhen në mënyrë që programi i qeverisës të ketë objektiva konkrete dhe të jetë i matshëm në suksesin dhe dështimin e tij. Sipas tij, nëse kjo nuk ndodh, Kosova do të përfundojë në një sistem ku nuk mund të matet asgjë për shkak të programit abstrakt dhe shumë sipërfaqësor. Korenica i dha theks faktit që kjo qeveri ende nuk ka program qeverisës, prandaj shfaqi shpresën se rekomandimet mund të merren prej saj. Kjo qeveri sërish nuk ka një program qeverisës të detajzuar dhe e ka premtuar që këtë do ta bëjë në muajin janar. Sidoqoftë kur do që ta bëj, ne i kërkojmë qeverisë vetë që t'i adresoj objektivat specifike që ne ja kemi propozuar. Nga ana tjetër, Agrondemi, drejtor ekzekutiv i Institutit GAP, tha se rekomandimet po bëhen me qëllim që të parandalohen praktikat e mandatit të kaluar. Kryeministri do duhet bën publik gjitha vendimet për emërim të zëvendës ministrave. Prej vitit 2010 e këndej, asnjë vendim për emërim të zëvendës ministrave nuk është bërë publik. Dhe ne shpeshherë nuk e kemi ditë numrin e saktë të zëvendës ministrave në mandatin e kaluar. Vetmja mënyrë për me kuptuar për numrin e zëvendës ministrave ka qenë përmes formularëve të deklarimit pasurisë në Agjencinë e Korrupsionit. Në ndë, publikohen vendimet për pagat e gjithë zyrtarëve të qeverisë, duke filluar prej kryeministrit, zëvendës kryeministrave, ministrave, zëvendës ministrave dhe këshilltarëve politik. Edhe në këtë fushë nuk ka asnjë vendim publik i cili tregon se sa është paga e kryeministrit dhe atarëve të tjerë të qeverisë. Grupi për Studime Juridike Politike dhe Instituti GAP kërkuan edhe aprovimin e ligjit për pagat e zyrtarëve politik, i cili nuk është aprovuar që nga viti 2008. Qeveria duhet të mbajë dhe të publikojë një regjistër publik të automjeteve të cilat shfrytëzohen nga zyrtarët qeveritar. Veturat të zyrtarëve politik duhet të pajisen me GPS. Duhet të bëhet publikimi të gjitha thirrjeve telefonike dhe kostoja e tyre, rekomandojnë këto dy organizata. Ato kërkojnë edhe raportimin për drekat zyrtare, udhëtimet, përdorimin e kartelave për shpenzime dhe po ashtu edhe dërgimin për aprovim të ligjit, i cili kufizon numrin e posteve ministrore. Edhe nëse nuk do të merren parasysh rekomandimet e tyre, përfaqësues nga GAP-i dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike thanë se do ta mbikëqyrin punën e qeverisë. Me ditët e saj të para, thanë se janë shumë të zhgënjur.